ka agjent të infiltruar që e kanë nxjerrë mbretin shqiptar lakurish, mund thuhet se janë Aneke Abela dhe Lars Mullers Publishers. Pa dashje, natyrisht, kanë krijuar në anglisht një bazë të mirë të kuptuarit të skemës dhe fantazisë kryeministrit shqiptar Edi Rama, mbi kasapanën që ka krijuar dhe po këmbgul të çojë deri në fund me zonat e mbrojtura që tani gjendet në momentin më të vështirë të karrierës së tij politike, përballë mijëra protestuesve që i këndojnë vargun që se lë të qetë. Rama jep e dorëheqje. Historia është e thjeshtë. Lars Muller Publisher dhe Aneke Abela vendosin të publikojnë një libër përmbledhës me të gjitha studiot arkitekturore që kanë shkelur tokën shqiptare e kanë punuar mbi të, plot 60. I quajtur The Albanian Files, me projekte arkitekturore të njohura për publikun, por edhe të panjohura e të pakonsultuara me publikun shqiptar, libri kushton rreth 70 euro. Puna e autores Abela është mbretëslënse dhe i kërkojnë falje nëse në këtë dokumentar e quajnë figurativisht agjente, por ndonjëherë të rëmben edhe narrative propagandës qeveritare me agjente luftë hibride. Rama e ka mohuar idejimin dhe autorsinë e këtij libri, duke thënë se ka bërë vetëm parathënien. Çfarë ka bërë autoria? Ajo ka eksploruar nëpërmjet disa intervistave të strukturuara përjetimet e përfaqësuesve të studiove arkitekturore nëpërmjet pyetjeve: si u njohët me Shqipërinë? Cili është konteksti ku punoni kryesisht dhe cilat janë dallimet apo ngjashmëritë më të mëdha në procesin e ndërtimit? Si organizoheni në kontekstin shqiptar? Cili është objektivi juaj dhe çfarë partneritetesh po krijoni për të arritur atë? A e ndani punën e projektimit me zyrën lokale apo ajo vetëm zbaton propozimin tuaj? Pse zgjodhët këtë mënyrë organizimi? Cilat janë mundësitë dhe sfidat për një arkitekt në Shqipëri? Për ata që punojnë prej më shumë se 10 vitesh, a ka ndryshuar kjo me kalimin e kohës? Libri është i pajisur me foto, shënime, skicat projekteve të tyre dhe detaje të tjera frymëzuese në procesin e krijimit. Me rëndësi është edhe një tabelë e fundit për të 60 studiot arkitekturore me projektet e ideuara, të kryera, në fazë përzgjedhëse apo duke pritur për zgjedhjen. Shkruan Aneke Abela. Mënyra se si ndodhi njohja e fillestare shpesh përcakton edhe mënyrën e pozicionimit, qoftë përmes një konkursi, një ftese, rrjeteve personale apo rastësisë. Mënyra e krijimit të këtij kontakti vendos afërsinë dhe mund të përcaktojë me kë do të punohet edhe në çfarë pritshmërish. Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje ishte shpesh e ngjashme. Shumë prej arkitektëve u prezantuan me Shqipërinë përmes kryeministrit ose përmes konkurseve të shumta publike, ndaj ajo u hoq në disa raste për të lënë vend historive dhe marrëdhënieve të tjera. Shkruan Edi Rama. Shqipëria nuk është një vend që tërheq arkitektet më vizionar të botës me para, shkëlqim apo premtime. Ajo tërheq me diçka shumë më të vështirë për të përkufizuar dhe të pamundur për të përvetësuar, me një besim të përbashkët në realitetin e një ëndre dhe në besim se ajo mund të realizohet. Jo pavarësisht se je këtu, por pikërisht sepse je këtu. Diçka e gjallë, diçka e papërsëritshme, diçka ende e lirë nga rehatia mbytëse e mbi rregullimin dhe siguria e parapaketuar. Ose, siç e shpreh një nga anëtarët e Arch Army, një liri nga joja në të gjitha format e saj. The Albanian Files dokumenton një bazë demokratik për mënyra të reja jetese, të ushqyer nga bindja se hapësira nuk është kurrë neutrale, se forma mbart vlera dhe se komunitetet duhet të rinegociojnë vazhdimisht marrëdhëniet e tyre, si territoriale ashtu edhe shpirtërore, duke reflektuar mbi të kaluarën me përulësi dhe duke guxuar të përballen me të ardhmen pa frikë. Mjafton që Rama ta shkonte në përmend se u bënte për një herë telefon apo u shkruante direkt në Instagram arkitektëve, dikurt për të bërë një projekt, dikujt që t'i jepte mend, edhe pse arkitektët e pranojnë se në raste të caktuara kanë marrë pjesë në konkurse, sërish rrëfimet e tyre, nëse merren në gjithë mozaikun e madh, hedhin dritë mbi ngritjen e kultit të individit, realizuar me përpikmëri nga Rama, ku ai dhe vetëm ai është vendimarrësi, që ka të drejtë jo vetëm të marrë vendime, por edhe të fantazoj, edhe të ketë ide, edhe të ndërroj. Madje ai dhe vetëm ai ka të drejtë të thotë po ose jo për projekte që kanë të bëjnë me jetën tonë. Arkitektët vazhdojnë rrëfimin. Shqipëria po ndjek një rrugë tjetër. Kryeministri Edi Rama e ka vendosur arkitekturën në krye të prioriteteve të tij. Ai angazhohet drejt për drejt me të.
në të vetmen mënyrë që është vërtet e mundur duke u përfshirë personalisht. Kjo agjendë politike është radikale dhe unike. Është pozitive që në Shqipëri kryeministri është personalisht i përfshirë në çështjet e urbanistikës dhe arkitekturës. Është po aq pozitive që arkitektura dhe urbanistika nuk janë ndarë artificialisht nga njëra tjetra. Gjithashtu, është interesante që shumica e zhvilluesve zotrojnë vetë dhe kompanitë e ndërtimit. Kryeministri Edi Rama më dërgoi një mesazh në Instagram, duke më pyetur nëse do të isha i interesuar të punoja në Shqipëri. Benedetta Taliabue më dërgoi një mesazh duke më pyetur nëse isha dakord që numrimi i kontaktit të jepej kryeministrit të Shqipërisë. I thash, sigurisht. 5 minuta më vonë u kontaktova nga kryeministri, i cili më pyeti nëse mund të shkoja në Tiranë për të diskutuar mundësinë e një projekti. Rrëfime të sinqerta prej fëmijë ky arkitektëve, deri në servilizëm bezdisës. Çfarë i shkruan dhe grafi në letrën dërguar Ramës, duhet lexuar e gjitha. Megjithatë, qëllimi i kësaj letre shkon përtej lavdërimeve. Po ju shkruaj sepse jam i shqetësuar. Në këtë moment, partia juaj po synon një mandat të 4 radhazi. Mund vetëm të shpresoj që ta arrijë. Është e vështirë të imagjinohet që një qeveri e re të kujdeset për arkitekturën po aq sa qeveria aktuale. Profesioni ynë historikisht ka qenë i varur nga mbështetja politike dhe së fundmi disa mendime të zymta më kanë pushtuar. Çfarë do të ndodhë nëse socialistët nuk i fitojnë zgjedhjet? A do të marrë fund papritur kjo mek e arkitekturës bashkëkohore? A do të thahet papritur ky burim që duke i pashtershëm i punës? A do të duhet që armi të ul armët po ai shpejt sa u mobilizua? Nuk e them këtë lehtë, po për ne arkitektët do ishte më mirë sikur zgjedhjet e ardhshme thjesht të anulloheshin. Madje do të shkoja edhe më tej, duke pasur parasysh statusin e qëndrueshëm të Shqipërisë si një mbrojtëse e ndriçuar arkitekturës, profesioni ynë do të përfitonte shumë nëse vendi nuk do të zhvillonte më zgjedhje. Dhe nëse ju, pas mandatit tuaj të 5 radhës si kryeministër, thjesht do vazhdoni si president i përjetshëm, ose ndoshta edhe si mbret. De Graaf nuk është i vetmi ama që shkon në këto nivele puthadorse. Edhe të tjerë kanë treguar ndjesitë e tyre me figurën qendrore, kryeministrin Edi Rama. Zoti madh, përvoja jo në Shqipëri është vërtet e jashtëzakonshme. Të mërkurën 1 maj 2024, ditë pushimi, në orën 22, miku im Pablo Bofill më telefonoi për të më thënë se Edi do të më merrte në telefon. Ne nuk kishim folur kurrë për Shqipërinë, përveç se kishim rënë dakord se duhet të ishte një vend interesant për të vizituar. Rreth orës 23 më telefonoi Ada. Disi vetëm disa muaj më vonë mësova mbiemrin e saj, Roka. Tani do të thosha se njihemi mjaft mirë. Tashmë njoh edhe bashkëdhetaren e saj, Adelina Greca. Shkurt na u kërkua të projektonim 2 projekte në Tiranë. Njërin prej 30.000 metra shkatror dhe tjetrin prej 15.000 metra shkatror. Natyrisht pranova pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte. Më pas, pasuan disa telefonata të shkurtra me klientë tanë të rinj gjatë ditëve në vijim. Më pas, erdhi vizita jone parë në Tiranë, disa javë më vonë. Na morën në aeroport dhe na çuan menjëherë në shtëpinë e shokëve. Nuk ishte ndonjë program të mirëfillt për udhëtimin tonë të parë, as për ato që pasuan. Kjo funksionon, sepse menjëherë pasi takuam djemtë tanë, zhvilluam takimin tonë të parë me Edi Ramën. Ai tha: "Jo fasada xhami, çfarë do që të bëni, duhet të jetë gjysmë ju, gjysmë aroma e maleve." Kjo ishte jashtëzakonisht e qartë. Pastaj më pyeti se nga isha. Unë u përgjigja New Yorku. Ai e përsëriti pyetjen edhe herën e dytë unë thash Grozni. Që atëherë ai më drejtohet vetëm si banditi çeçen. Në libër shpërfaqet mjaft mirë nëpërmjet rrëfimeve të arkitektëve edhe ndërhyrja e Ramës, deri te detajet e projekteve. Rama ndërhyn deri te sipërfaqja e ndërtimit. Të nesërmen, të shoqëruar nga Ada dhe partneri i Mas Studies, Junko Kang, u takuam në zyrën e tij me kryeministrin Edi Rama. Gjatë bisedës zbuluam se ne vinim nga Korea e Jugut, ndaj kryeministri përmendi se Shqipëria dikur quhej Korea e Veriut e Evropës, për shkak të izolimit dhe varfërisë të saj para viteve 1990. Kryeministri pyeti për sipërfaqen e ndërtimit që klienti ynë kishte kërkuar për truallin. Pasi dëgjoi përgjigjen tonë, ai bëri shpejt disa llogaritje me mendje dhe komentoi se kjo me shumë gjasa ishte një sipërfaqe tepër e madhe për atë truall. Ai theksoi se ajo që ka vërtet rëndësi është ajo që ne, si arkitekt, besojmë se është një sasi e përshtatshme e sipërfaqes së ndërtuar për atë kontekst.
Në një libër me kartolina të Tiranës, Edi Rama kishte shkruar: "Cili do qoftë rezultati i konkursit, jeni gjithmonë të mirëpritur të qëndroni dhe të punoni në Tiranë." Dhe nuk kaloi shumë kohë derisa ai e mbajti fjalën. Përpara se të bëhej kryetar bashkie, një investitor shqiptar na kontaktoi drejt për drejt. Një kull që po ndërtohej nuk po përmbushte pritshmëritë e kryetarit dhe ne u ngarkuam të rikonceptonim fasadën. Arkitektët rrëfejnë deri që kishin një skenar për të ruajtur ndërtesën ekzistuese të teatrit kombëtar, por atyre ju tregua se duhet ishnin dorë nga ruajtja e barakave të vjetra. Ato nuk kishin asnjë vlerë arkitekturore apo historike. Ndërtesa nuk ishte projektuar për këtë qëllim, përkundrazi, ajo ishte ndërtuar për të argëtuar ushtarët fashist gjatë pushtimit të Shqipërisë nga Italia e Mussolinit në periudhën 1939-1943. Ndërtesa nuk ishte as monument kulture dhe as konsiderohej me rëndësi të veçantë arkitekturore. As unë dhe as kolegët e mi nuk jemi ekspertë të arkitekturës fashiste, por me ndërtesat historike nuk mund të jesh kurrë tepër i kujdesshëm. Prandaj përgatitëm 2 propozime të ndryshme për teatrin e ri, një që ruante ndërtesën ekzistuese dhe një tjetër që niste nga e para. Ndërtesa ekzistuese ishte jashtëzakonisht e ngushtë, vetëm 12 metra i gjerë, çka ishte shumë larg gjerësisë së nevojshme për një skenë teatrore funksionale. Ajo duhet të ishte të paktën 3 herë më e gjerë. Gjetëm një zgjidhje radikale për këtë problem në dukje të pasgjithshëm. Duke ngritur skenën mbi barakat e vjetra, mundëm të integronim mekanizmat e teatrit si një kryq tridimensional të vendosur mbi strukturën ekzistuese. Një sistem koordinativ kartezian i teknologjisë pastër skenike. Pamja ishte e egër dhe pazakont, e çmendur ose ndoshta brillante. Për propozimin e dytë, projektuam një teatr që shtrihej në të gjithë parcelën për të maksimizuar funksionin e tij. Mekanizmi i teatrit në formë kryqi hapej nga veriu, duke u mundësuar kalimtarëve të shikonin produksionet e ndryshme në përgatitje, sikur dhoma e motorëve të teatrit të kishte ngritur kapakun. Nga jugu, 2 skena eksperimentale hapeshin drejt parkut të muzeut kombëtar. Salla kryesore e lidhte pjesën e përparme me pjesën e pasme të ndërtesës, duke u ngritur për të krijuar një shesh të mbuluar nga ana e rrugës dhe duke u harkuar në pjesën e pasme për të formuar një amfiteatër të hapur mbi çati. 2 fasadat e hapura zbulonin jetën e brendshme të teatrit për qytetin, si një shtëpi kukullash. 2 fasadat e mbyllura ngriheshin si një portal drejt lagjes që ndodhej pas teatrit. Në fillim të pranverës vitit 2018, u ftuam në Tiranë për t'ia paraqitur idetë tona e qytetit. Përgjigjja ishte se duhej të hiqnim dorë nga ruajtja e barakave të vjetra. Ato nuk kishin asnjë vlerë arkitekturore apo historike. Përkundrazi, u inkurajuam të përshëndronim të gjithë energjinë tonë në krijimin e një teatri kombëtar për Shqipërinë, të denjë për artet skenike. Heqja e pjesëve nga zonat e mbrojtura është shpjeguar edhe më parë në Gogo.al. Një pjesë e projekteve arkitekturore janë bërë para se të ndryshojë ligji për zonat e mbrojtura. Ne jemi ndalur në këtë dokumentar te këto copsa rrëfimesh që na tregojnë se si kryearkitekti kishte menduar Shqipërinë tonë pa u konsultuar fare me ne. Një plan i posaçëm për Divjakën, lagunën e Nartës, Vlorën, Pogradecin, plazhet e jugut si Krorza e të tjerë. An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. And it stayed with us ever since. And we not only the islands, but we have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other. I was on a vacation after we left government in the summer of 2021. We were on our friend Nat Rothschild's boat. We got picked up in Montenegro, and then we started sailing over to Corfu, and we spent a couple days in Albania. One of the nights there, Prime Minister Rama came to the boat. I had not met him when I was in government, but I was very, very impressed with his vision for what he wanted to do with Albania. But Eddie came in, he has one of the cool things I was attracted to is the fact that he
seemed like a very skilled politician, as a very strong and smart leader, but also the fact that he was an artist. I thought it'd be very cool to see what a country really led and built by an artist could be, somebody with amazing taste and great creativity. And so I was just intrigued by it. Je dëshmitar I dorës parë, dëshmitar I parë të themi I asaj ndoshta idesë se çfarë do ndodhte me Sazanin, mes Kushnerit dhe Ramës. Shumë e thjeshtë. Sazani, për të vërtetës, është parë si mundësi zhvillimi ekonomik që në kohën e Berishës parë. Pra, 92-97, Berisha e ka parë si mundësi turizmi. Bas Berishës ka qenë Nano, Majko, Meta, të cilët kanë ftuar investitorë të ndryshëm për të parë Sazanin si mundësi ekonomike. Unë vetë kam shoqëruar Berlusconin atë kohë në Sazan, I cili erdhi me një grup investitorë italian, ku zoti Nano I prezantoi një koncept që çfarë mund të bënin atje, diskutoi për hotele, kazino etj. Në këtë kontakt, pra kam ftuar disa miqtë e mi që mund të vini për të parë këtë koncept. Ishte edhe kjo ardhje e këtyre nëpërmjet një miku të përbashkët, erdhi Jared Kushner me të shoqën, dhe kjo ishte si thua prezantimi për t'ia prezantuar që se ne kemi punuar me amerikanët për këtë gjë, dhe në atë kohë ftua edhe kryeministri për darkë për të diskutuar. Një detaj nga ai momenti? Jo, nuk ka një detaj sepse kur kanë ardhur ata, kanë ardhur thjesht si vizitor. Pra, kanë parë vjen bregtare shqiptare, unë I kam çuar në zonat interesante, Palermo, pra kanë parë Palermon, tunelin, Sazanin, Butrintin, Kepin e Rodonit, pra turistë zakonshëm. Pastaj koncepti I Sazanit më vonë ne kemi shkëmbyer sigurisht email e gjëra dhe unë I kam qendruar koncepti që kemi bërë me francezët. Biles ja kam dhënë dhe planin menaxhimit për ta parë etj. Pastaj se ç'a ndodhi me Zvërnecin, unë se kam fare ide, domethënë që si doli Zvërneci, po. Por tani që shikojmë Albanian File, tani unë e kuptoj. Sepse me sa duket, nëpërmjet Albanian Files ne kuptojmë që zona via bregdetare ka qenë para planifikuar. Dhe ka qenë para planifikuar, janë ftuar edhe këta si të tjerë. Thonë që shikoj se Sazani mund të jetë I vështirë ose do korrë, po këtu është më kollaj sepse kjo. Kur janë pyetur për këtë gjë, I kam thënë që është zonë e mbrojtur. Duke qenë se është zonë e mbrojtur, do të kuptojnë që është zonë e mbrojtur. Dhe me sa duket, në këtë koncept, u ndryshua ligji I 2024. Dhe mendoj që ligji I 2024 nuk është ndryshuar apo menduar detyrimisht për Kushner dhe Trump, por është ndryshuar për investitorët shqiptar, të cilët në ombrellën e këtyre emrave të mëdhenj, po do bënin ndërtimet. Bravo. Kjo është gjithë filozofia. Në kuptimin tim, mund ta kem gabim, por unë mendoj që ata I kanë përdorur pikërisht, dhe po të shikosh kush ka bler toka vërdall. Është rastësore për zgjedhja e dhëndrit dhe vajzës së Donald Trumpit për t'i dhënë Sazanin dhe Zvërnecin, apo është një veprim I kalkuluar I Ramës? Po, nuk ka diskutim që Rama çdo veprim, jo vetëm zgjedhjen e këtyre, po e bën gjithmonë në funksion të vetvete. Një nga teknikat që përdor të manipulimit të ndërkombëtarëve është personalizimi I raporteve. Po të shikosh ti, shkon tek Macroni, shkon tek ky, I ka personale, lidhjet me Rencin, bën telefonata kur ishte me Melonin, shkon I bën kështu, nuk ndërton raporte institucionale, që ky është kryeministri I Shqipërisë. Po unë jam, edhe me arkitektët po kështu. Kryeministri I Shqipërisë nuk ka punë në zhvillimin e arkitekturës së një vendi. Ka arkitekt bashkia, bashkitë kanë arkitekt, kryearkitekt, urbanist të cilët mbajnë përgjegjësi përpara njerëzve dhe kryeministri ose kryetari I bashkisë është njeriu politik që bën politika pak a shumë. Çfarë ka ndodhur? I ka ndodhur kjo që mbas I ka thënë për Trumpin që është një rrezik për botën herën e parë, tentoi të rregullojë raportet me të. Dhe kur erdhi rasti I dytë I Trumpit,
vinte nga një periudhë kur ky kishte lidhje shumë të ngushtë me administratën Biden. Qoftë si kujtohet. Blinkeni ka ardhur këtu, na ka thënë neve që ju jeni fatlum që keni një kryeministër të tillë, vizionar apo jo, ishte shumë i lidhur me Sorosin, ishte i lidhur edhe më herët pikërisht sepse edhe ai është afër Partisë Demokratike në Amerikë. Apo jo, demokratëve që i themi ne. Dhe i duhej ky kalim tek Trumpi, që u duk sikur po i mbanin çik ashtu një lloj distance. Edhe pse ishin anti-Soros ata, ky njihej si njeri Soros, njeri që kishte folur kundër Trumpit. Vajta te Kushneri, nuk është as pak rastësi, është e kalkuluar. Të gjitha mediat ndërkombëtare kanë shkruar për Zvërnecin, për faktin se aty është familja e presidentit amerikan. Pikërisht për atë kanë shkruar, sepse drama e vërtetë e Shqipërisë është Butrinti. Në vetvete, arkitekti japonez i ftuar nga Rama është një risi, është një kryevepër që një emër kaq i madh i arkitekturës botërore vjen në Shqipëri për të bërë një vepër. Absolutisht është një gjë shumë e mirë. Momentin që Butrintit kjo gjë pra. Momentin që ti konceptin e këtij arkitekti japonez, sa do të bukur dhe elegant ta ketë, e vendos në një qendër antike që vjen nga thellësia e shekujve, vjen nga Troja antike, është një vend i cili përmend nga Homeri, është një vend i cili ka kaluar kaq gjurmë të lashtësisë mesdhetare, nuk mund të ketë një kontekst japonez. Pra, nuk ka sens. Çfarë po i bëjnë Butrintit? Butrintin e njeh shumë mirë. Si është keq menaxhuar mbas kohët e fundit, çfarë duan të bëjnë aty me copsat që po ja heqin për fshatra turistik. Mbas rënies komunizmit, dy nga njerëzit më të famshëm në Angli, të cilët në një farë mënyrë ranë dashuri me këtë vend, ndihmuan për ta ruajtur, për ta zhvilluar, për ta ruajtur për brezat që do vinë në Shqipëri. Dhe e gjithë puna e këtyre njerëzve, përfshirë dhe puna ime, përfshirë dhe puna e zotit Rama në atë kohë kur erdhi si ministri i kulturës. Ka qenë konstruktive pra, në atë periudhë. Ishte për të krijuar një nga modelet më të mira të mesdheut. Pra ne jo vetëm mbrojtëm qytetin antik, po mbrojtëm dhe peizazhin për qark. Pra u krijua parku i Butrintit, u krijua një qendër buffer zone që quhet, e cila ndalon çdo lloj ndërtimi brenda. Dhe ishte ky një koncept modern i cili u mor nga UNESCO në atë kohë dhe sot përdoret. Pra qoftë ti do shpallësh një qendër arkeologjike si zonë e UNESCO, duhet mbrosh dhe peizazhet. Koncepti i parë që u fut ishte Butrinti. Tani çfarë ndodh? Të gjithë ne që jemi përpjekur për ta ruajtur Butrintin, jemi përsëri në të njëjtën llogore, pra për mbrojtjen. Ndërkohë i vetmi njeri që la llogoren e mbrojtjes ishte zoti Rama. Lordi britanik Nathaniel Rothschild, që ka patur një rol mbrojtës ndaj Butrintit para se kryeministri Edi Rama t'ia kalonte atë fondacionit AADF, ka kritikuar vendimin e Ramës. Edi Rama është një politikan i veçantë, dikush që e admiroj dhe që ka bërë shumë gjëra të mira për Shqipërinë. Megjithatë, zvogëlimi me 800 akra i parkut kombëtar të Butrintit në vitin 2022, si edhe legjislacioni i vitit 2024 për investimet strategjike dhe mënyra se si ai po zbatohet për parqet kombëtare dhe zonat e mbrojtura, nuk përputhen me detyrimet e Shqipërisë sipas konventës UNESCO-s për trashëgiminë botërore, me angazhimet e saj për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, si dhe me frymën e mbrojtjes së mjedisit, që është ndërtuar me aq kujdes gjatë 3 dekadave të fundit, shkruan Lordi Rothschild. Si ndodhi ky transformim Ramës? Atë do ta thrisnin në juve në podcast apo? Jo, pyetja është i mbaruan hapësirat në Tiranë, nuk ishte më ku zhvillonte dhe do gjente. Jo, është ajo që tham pra, koncepti i zhvillimit të Shqipërisë, modernizimi i Shqipërisë. Pra është tjetër, jemi tashmë në një fazë tjetër, nuk jemi më në fazën e kryetarit të bashkisë, jemi në fazën e kryetarit të qeverisë së Republikës. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo, që para 4 vjetësh, nëpërmjet Fondit Shqiptar Amerikan AADF, qyteti antik ju dha atyre në administratim, gjë që është një turp për kombin shqiptar, ku i hiqet kombit një pasuri kaq e rëndësishme dhe jepet një fondi të huaj,
i cili nuk ka absolutisht asnjë të drejtë të menaxhojë pasurinë kombëtare të një vendi sovran dhe në mënyrën që zoti Rama mendon që shqiptarët në përgjithësi nuk e kuptojnë çfarë po bëhet, pra kemi një flamur amerikan të ngulur në Butin, pra nën këtë flamur tashmë, hapësirat e parkut, gjë që nuk është njësoj si qyteti antik, pra janë dy gjëra të ndryshme. Hapësirat e parkut po jepen për ndërtim, se është zona më e ruajtur e Mesdheut, jo e Shqipërisë, e Mesdheut, pra në ngushticën e Korfutit, ajo zona atje që unë kam ruajtur për 20 e ca vjet në dobi të popullit shqiptar, është një nga vendet më të lakmuara në Mesdhe dhe i është dhënë një ndërtuesi afër qeverisë dhe në veri të liçenit i është dhënë një tjetër ndërtuesi afër qeverisë dhe në dy vende të tjera po i jepet dhe dy ndërtuesve të tjerë afër qeverisë. Se këtë plan shoqëria shqiptare ndalon tani, kemi mundësi ta shpëtojmë Butrintin? Patjetër, është pak, domethënë ka shumë dëmtime sepse pjesa ajo pikza e vogël që tashmë ka hyrë në leksionin publik e zonjës Kumbara. Është një katastrofë në vete, po dhe ndërtimi që po bëhet midis Ksamilit dhe kanalit Vivarit është një tjetër dramë vete, po dhe ato që po planifikohen të bëhen brenda zonës së mbrojtur të Butrintit, do t'jenë përfundimisht shkatrimi i asaj zone dhe do t'jetë një nga dramat më të mëdha të prishjes së trashëgimisë kulturore, pesazheve historike, pesazheve të mbrojtura, të gjitha me radhë. Pra Butrinti mendoj unë është ajo që shqiptarët mund ta shohin me sytë e tyre, çfarë do t'i ndodhi Karavastaz, Zvërnecit, Dajti, Divjakës, Thethit etj. etj. Çfarë është për ju The Albanian Files? Ç'është ky vizion i kryearkitektit të Shqipërisë, sepse Rama e ka marrë atë flamur të kryearkitektit pa pyetur kërkënd. Dhe a është The Albanian Files një dosje e gatshme për spakun? Premtimi i parë që bëri Edi Rama kur ka ardhur kryetar bashkie ka qenë plani urbanistik i Tiranës, që si pas Artan Shkrelit në atë kohë që ishte njeriu më i afërt si ndër arkitektët dhe kishte shkruar, duhet ishte kushtetuta e qytetit. Ajo që bëri Rama që në atë kohë ishte mos bërja e një plani urbanistik, por mbajtja e pushtetit tek personi i tij. U hodh dhe ideja qysh në atë kohë për të bërë një plan francez, i cili është, mund ta shikojmë fillimi i Albanian Files në Tiranë, që ne e kemi kundërshtuar, por që po ta shikosh atë në raport me çfarë po bëhet, do të thuash ku ta gjesh planin francez. Kryeqyteti në fakt miratoi një plan të përgjithshëm vendor për herë të parë pas 1989-s në 2012-ën, plani i cili u përgatit në atë kohë nga Bashkia e Tiranës, por e pati jetën shumë të shkurtër, pasi në 2015 me ndryshimet që pësua në Bashkinë Tiranë, pushteti i ri që erdhi ndryshoi dhe këtë plan duke thërritur pa konkurs të hapur Stefano Boerin dhe duke i kërkuar atij në mënyrë direkte të prodhonte një plan për Tiranën. Pra, nga një plan që ishte prodhuar nga Bashkia, tashmë shkuam ke një plan të porositur ndaj një arkitekti të vetëm. Stefano Boeri atë plan e solli në 2016 në dhjetor të u miratua në Bashkinë Tiranë. Në prill të 2017 kaloi në nivel qeverie dhe është plani që është në fuqi edhe sot. Ai plan ka pasur shumë kontestime që në momentin që filloi për miratim, praktikisht se nuk pati diskutim. Pra nuk patëm mundësi ta diskutonin pasi nuk u hodh për diskutim, por pas miratimit pati reagim nga komuniteti projektuesve dhe urbanistëve në atë kohë, pikërisht për një vizion sa utopik, aq edhe të paqartë se çfarë do ishte Tirana e 30 viteve të ardhshme. Unë kam bërë një numër të revistë përpjekja shqiptare dhe arkitektura, ku them në editorialin që kam bërë është që në qoftë se arkitektura e një vendi është si një libër në të cilin ka kapituj në të cilët i shikon gjithë historinë e një vendi, sepse në çdo moment historik, periudhë historike të caktuar, shekull, ti ke një lloj arkitekture, pastaj vjen një arkitekturë tjetër, pastaj një arkitekturë tjetër, dhe është një libër. Shqiptarët e kanë të pashkruar librin se mbeten te kapitulli i parë.
Sepse e prishin e filloi nga e para. Albanian Files është vazhdimi në Shqipëri i asaj që ky ka bërë në Tiranë. Në kohën e Sali Berisha, që ju kujtohet, dhe Lulzim Bashës, ka pas një moratorium, nuk është ndërtuar në Tiranë, janë ndërtuar një 5-6 pallate për një klient të tyre që donte dhe projektuar në një gjë, por ishte e ndaluar. Aq sa Erion Velia, siç thash, premtoi zero ndërtim. Po. Tani pse ndroshoi gjëja, ndërkohë që nevojë Tirana s'kishte? Ç'a ndodhi? Se vim ke Albanian Files. Mendimi im është kombinimi i disa gjërave. Dështimi në një ekonomi të qëndrueshme, ndërtimi në një ekonomi të qëndrueshme, që do të thotë një ekonomi që bazohet tek prodhimi, tek bujqësia, agroturizmi, afatgjat, dështimi komplet industrie lehtë, ushqimore, sepse ti dhe prodhon. Dështimi për ndërtuar një ekonomi të tillë bëri që shqiptarët mos kishin më kjo u shoqërua dhe me paksimin e të ardhura nga emigrantët, sepse prezi dytë kelen atje, nuk dërgonin më. Atëherë, si do ta mbajun këtë nga ky kam ekonomike? Jo rastësisht futet paratë e krimit organizuar, e cila kombinohet me sjelljen këtu të Stefano Boerit, që e gjeni në Albanian Files, i cili nga Tirana zero ndërtime na bën Tirana 2030 një projekt ku thot do bëjmë ndërtime në qendër dhe investime të larta me grattaciela. Tashti këtu kemi më një anë, pra 3 elementë shoh unë, se i cili mund t'japi rëndësi atij njërit ose tjetrit. Njëri është nevoja që këto para të futen që të mbahet ekonomia, që të mbahet pushteti nëpërmjet kësaj ekonomie. E para. Kjo është, do thoya unë, shumë kryesore. Nga ana tjetër, deliri i këtia që historia fillon me të shkruhet nga historia fillon me ne, e bëjmë ne, Tirana historike, s'ka vlerë, kanë vlerë këto kulla që ngrahun grattaciellat, futet ky element. Dhe elementi i tretë, legjitimimi nëpërmjet ndërkombëtarëve, sepse shqiptarët janë shumë të kompleksuar ndaj kur e bën një arkitekt i huaj, është merr tjetër vlerë gjëja. Për te këtij kurthit që na është ngritur pak, mendoj me The Albanian Files, nuk e di si mendon ti, për ta parë situatën në makro. Sepse shumë e thjeshtë që ti të biesh në kurthin e diskutimit të veprave të këtyre arkitektëve të mëdhenj që përshkruhen te The Albanian Files, të aftësisë së tyre brillante. Çështja është që a duhet diskutuar një herë në radhë të parë, a kemi ne plane të mëdha se si do zhvillojmë Tiranën, Shqipërinë? A janë bërë konkurse për to planet, koncept idete mëdha, dhe pastaj të shkojmë te këto zona specifike për të diskutuar se sa perfekt mund ta ketë bërë, po themi, qendrën e vizitorëve Kengo Kuma në Butrind, apo Bjark Angels, se jemi dhe këtu para, teatrit kombëtar. Po, në fakt Albania Files duhet parë përtej se një koleksion veprash arkitektonike. Personalisht e kam parë si një fond arkivor për të kuptuar në makro se çfarë ofrojnë këto të mbledhura të gjitha së bashku, dhe të vendosura në një hartë, ato na sjellin një dimension përtej se një vepre, por në shkallë territoriale impaktojnë territorin e Shqipërisë nga veriu në jug, nga lindja. Por ajo që na mungon kur i vendosim të gjitha në një hartë është se si këto komunikojnë me njëra tjetrën si projekte. Pasi i shohim të funksionojnë të izoluara, ashtu sikundër se cili nga star arkitektët ka të prestigjin e vet individual, edhe këto projekte sillen si të tilla me territorin, duke mos arritur dot as të komunikojnë me çfarë ekziston aty, por as të komunikojnë me njëra tjetrën. Pra janë projekte individualiste nga njëra anë, nga ana tjetër nuk arrin dot të krijojnë atë që është kolektivi që të na japin e kushtin që këto të prodhojnë një territor të së ardhmes. Për ta thjeshtuar, kushti i një projekti të mirë është duke marrë në konsiderat
çfarë territori ka sjell aty si produkt natyror, pra prej mira vitesh, cilat janë benefitet, çfarë neve do ruajmë si rezervate, çfarë do ruajmë për brezat e tjerë dhe çfarë do mund të shfrytëzojmë dhe deri ku. Nga ana tjetër, territori ka banorët e tij, ka kulturën, ka zakonet, ka traditat, ka etnografinë, ka muzikën, ka vendet e punës. Absolutisht jo, ne nuk kemi një territori shkret. Projekte të kësaj natyre, Star Architectët i kemi parë të parakalojnë apo të konkurojnë me njëri tjetrin në shkretë të tjerë, në Arabi, në vende që nuk ka patur habitate natyrore apo njerëzore të këtij niveli që jemi neve në mes të Evropës. Por e sjell këtu në qendër të Evropës këto lloje projekte sigurisht që impaktojnë në mënyrë direkte së pari njerëzit që jetojnë aty dhe më pas të gjithë ekosistemin ku këto njerëz bashkëjetojnë. Unë kam bërë një shkrim ku Kazamonti dhe Boerin i quaj rroba qepës të një mafiozi. Qofse ke parasysh, sepse kur shkon një mafios të një rrabaqepës, ai e do kostumin sipas stilit Si tij. ti qëndroj atje. Ai ka shijen e vet mafiozi, pak a shumë. Patjetër. Edhe kjo, shija e tij, ata nuk është se i thon atij, ora e shiko se kjo nuk rri këtu. Ai e di që do marrë goxha para se ky mafiozi paguan, dhe ai i thot e dua me spaletat kështu, e dua me kështu, e dua me komçat me flori kështu, e dua me këto kështu, dhe ata i thon kështu e do ky, ja bëjmë, marrim para. Domethënë, kjo është që të japësh gjën publike, t'ja u japësh private. Për këtë është ngritur sot protesta. Se ka shkuar tash tek deti, ka shkuar tek Bregdeti, ka shkuar tek deri te, domethënë edhe në male do të shkoj po kështu. Po, me këtë paketën e maleve. Kishte mundësi, dua të insistoj te kjo pyetje, që jugu të zhvillojë më mirë? Jugu është një shans i humbur. Dhe më vjen keq ta them këtë, është një masakër që është bërë. Neve kemi masakra më e madhe që kemi bërë neve këto 35 vite është Durrësi, si qytet. Ku praktikisht kemi shkatruar trashëgiminë e Durrësit dhe gjithë vijën bregdetarët e atij qyteti historik. Pas atij është Saranda dhe këto dy qytete në modelin e vet më të keq, sot kanë impaktuar si model urbanizimi masiv Bregdetin dhe sidomos jugun, atë peizazh I cili nga natyra që është shkëmbore dhe I kufizuar në territor dhe në plazhe, e ka pas të gjithë potencialin dhe e kishte të gjithë shtresat na e kishte treguar se ku mund të ndërtoje dhe sa. Po të lexosh Albanin File, unë e kam parë me interes, ka gjëra të mira, ka gjëra shumë interesante biles, por mendoj që të gjitha janë të shkëputura nga konteksti I vendit. Pra dukshëm Rama dhe me aq sa e njoh unë, Rama është një personazh modern dhe sigurisht kërkon modernizimin e vendit. Por mendoj unë për ta futur në kontekstin e zhvillimit ekonomik, zhvillimit të turizmit, zhvillimit të trashëgimisë kulturore, do në çështjet të cilat e kanë shumë pesh në jetën e një vendi, nuk mund të vish me një koncept modern, me një modernizëm. Por sot në konceptin modern të zhvillimit të turizmit është provuar që arkitektura lokale, autenticiteti I vendit që ti viziton, është arsyeja e madhe për udhtim. Pra nuk udhton më njeriu I edukuar, I sofistikuar, I cili do të paguaj, nuk udhton më për godina moderne. Pse? Sepse modernizimi është kudo dhe nuk ka pse të shkojë në një vend I cili është një kopje e rëndomt e një arkitekture moderne të një vendi tjetër. Ai do të vi këtu për fshatrat autentik, do të vi këtu për qendrat e arkeologjisë, do të vi këtu për bregun e ruajtur të paprekur, do të vi këtu për peizazhet historike, të gjojë polifonin apo fyet apo cylën dyjare. Do të vi këtu për kulturën autentike të vendit, nuk mund të vi këtu për një kitsch. Dhe ky është problemi, mendoj unë. Pra kjo është një debat I thellë. Dhe mendoj që kryeministri duhet kishte rreth vetes njerëz të cilët do ta debatonin këtë gjë me të, për ta, si thua, frenuar në konceptin e tij modernist, pra për të sjell
realitetin dhe për t'i thënë që modernizmi, nëse ti e aplikon në fushën e turizmit, do ta dëmtoj vendin, nuk do ta bëj më autentik. A u konsultua dhe pse, se duket se s'është konsultuar fare me qytetarët, jo vetëm të analizonte në atë fazën e planifikimit, po ka nisur zbatimin ky plan në të gjitha këto zonat që ne përmendëm dhe qytetarët nuk janë aty. A u konsultua, ke informacion se është konsultuar me eksperta, nuk e di, ndoshta edhe me këta të jashtmit që ka dëshirë t'i marrë? Fakti që askush në Shqipëri, flasim për njerëz të edukuar në kuptimin e fushës së sektorit, sepse unë për shembull në sektorin ekonomik nuk është se e njoh. S'ka arsye njëri të më pyesi mua, kupton? Po në sektorin të cilin unë njoh, që është trashëgimia kulturore, turizmi etj. Di që deri më sot askush nuk ka ditur për këtë Albanian Files. S'ka ditë njëri fare çka ka qenë. Pra zgjidhja është një koncept i kryeministrit i bërë me disa arkitektë të huaj. Besoni që Spaku do veproj? Ne kemi dërguar disa pyetje në fakt institucionit të prokurorisë posaçme dhe nuk e dim se si do përgjigjen, nëse është hapur, a ka një hetim, sepse prokuroria mund të nisë një hetim edhe pa dorëzuar një libër me firma atje. Po bra. Kryesisht nga shkrimet e botuara, nga debati publik. Libri nuk është mohuar, pra asnjë arkitekt nuk ka thënë që s'janë rrëfimet tona aty. Keni besim që Spaku mund të... Nuk kam besim. Unë ju kam bërë një letër drejtësisë. Hapur, nuk di e keni lexuar tani, bashkë me protestën, ku ju them që këmbënat e kësaj proteste bien dhe për ju. Unë i trajtoj këta si ke parasysh në konceptin paliativ, si qetësues popullit. Ja, bënd. Po, shpresojmë të Spaku, ai kapi Spaku. Po drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar e para. Këta zvërneci nuk do kishte ndodhur sikur Spaku të ishte vepruar me kohë. Librin The Albanian Files, pasi e firmosëm të gjithë në shesh bashkarisht, e dërguam pranë organit akuzës prokurorisë posaçme, ku ata e morën dhe e protokolluan. Pra që do të thotë, ai libër me të gjitha mëkatet dhe shkeljet e qeverisë Rama u mor nga organi akuzës. Tani sigurisht që ne jemi në pritje të nisjes hetimeve dhe lajmërimit të protestuesve se çfarë po ndodh me atë libër. The Albanian Files për mua dhe për shumë qytetarë të tjerë cilët kanë qenë në këtë shesh është dëshmia e krimit të Edi Ramës. Aty kuptuam se shumë prona private dhe publike të shqiptarëve do të zaptoheshin pavarësisht se ata nuk ishin në dieni të këtij fakti. Shiko, edhe në Zvërnec, për të vërtetës, dhe ajo që mua më ka habitur është drejtshkurtësia dhe arroganca e qeverisë dhe kryeministrit vet, do të thosha që e bëri këtë me Zvërnecin, sepse Zvërneci është zonë e mbrojtur. Dhe ti shumë fare mirë mund të harruash atë pjesë, të zhvillosh për qark dhe gjithë zhvillimi të marrë një aset shumë më të rëndësishëm, sepse ti ke një zonë të ruajtur ngjitur. Pra është një kryevepër, nuk e pse shkon dhe prish zonën e mbrojtur. Pra imagjinoj ti një zhvillim që është jashtë komplet perimetrit, që është për qark një zone të mbrojtur. Dhe tani kemi edhe një ligj ndryshuar të zonave të mbrojtura që duhet të thënë. Pra zonat e mbrojtura që kanë qenë zona për të ruajtur pasi 80% e hapësirës janë për të zhvilluar, e hapësirës së shtetit shqiptar, 20% ka qenë e mbrojtur për të ruajtur nga zhvillimi intensiv. Çka kemi tani është që ligji i zonave mbrojtura ka ndryshuar dhe lejon ndërtimin e hoteleve me 5 apo më shumë yje edhe në zonën qendrore të një parku kombëtar, që supozohet ishte zona më e ruajtur. Pra, qeveria mburret sot me Vjosën. Vjosa është e hapur për ndërtim sot. Pra, pavarësisht se thonë është park kombëtar, është një park kombëtar ku mund ndërtosh hotele me 5 yje, buz Vjosës. E çmërshme. Kështu që ne sot kemi një ligj që nuk mbron asgjë. Dhe gjitha këto zhvillim mund bëhen me firmën e KKT-s, pra me firmën e Edi Ramës. Pasi miratimit të këtij kuadri ligjor përgjithësues që është planifikimi i territorit, ne kemi një ligj të posaçëm që është ligji për investime strategjike,
i 2015-ës, me një herë pas, i cili ligj në fakt gjatë pati si synim të ketë një periudhë afat shkurtër për të nxitur investimet, ishte vetëm 3 vite, por pasi mbaroi afati i parë, ai është shtyrë dhe ende sot që flasim pas 11 vitesh, ai është ende në fuqi. Ky ligj i posaçëm, i ndërtuar për një periudhë të shkurtër kohore, është parë që është përdorur si një mekanizëm kryesor për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, paralelisht dhe shpeshherë duke kundërshtuar të parin. Pra nuk shohim që t'jetë plani i cili paraprin investimeve, por tashmë shohim investime të cilët parakalojnë planin. Ndërkohë të dy mekanizmat i drejton vetë Ministri i Shqipërisë apo jo? Po, në krye të këtyre 2 këshillave, pasi janë 2 këshilla që është në krye të korporatës së investimeve është vetë kryeministri, në krye të këshillit kombëtar territorit është vetë kryeministri. Ajo që pëndon lagunën e Nartës është nga katastrofat më të mëdha midisore që ka ndodhur në Shqipëri në 30 vitet e fundit. Pra, e gjithë mënyra si u ndërtua narrativa për të ndërtuar një aeroport brenda zonës mbrojtur, ka qenë, le të themi, gënjeshtre pas gënjeshtre, të cilat fshehin mbrapa një katastrofë që do na vi dhe që ne do duhet i përgjigjemi. Siç thash, kushdo që ka qenë ke kodrat e Zvërnecit, të huaj kanë thënë ky mund të jetë vendi më i bukur në Europë që ne kemi parë. Hotelet janë hotele, janë 10.000 dhoma thuhet për një nga projekte që është projekti i Jared Kushner, por ndërkohë janë dhe shumë të tjerë. 10.000 dhoma, çfarë do të thënë? Do të thënë 30.000 njerëz. Në censusin e fundit Divjaka vetë doli me 24.000 banor. Pra, do të ndërtohet një qytet i ri brenda një zone të egër, cila është, le të themi, delta e fundit që është natyrale në Europë. Ndërsa Bregdeti, ajo e cila sot fatkeqësisht është thërmuar dhe betonuar, është një humbje shumë e madhe dhe ne do ta shohim në vitet në vijim që planet e rikuperimit apo të rikthimit të atij peizazhi do marrin dekada dhe brezat e ardhshëm të duan ta rikthejnë. Pasi një herazi bllokuar dhe izoluar bregu i detit nga pjesa tjetër e territorit, atëherë i ka kufizuar aksesin të gjithë pjesës më të madhe, sidomos popullsisë vendase, që duhet ta ketë dhe ka të drejtën absolute kushtetuese që ta shfrytëzojë këtë territor. Shohim pastaj problematika tipit furnizimit me ujë, kanalizimet që kanë ardhur si rrjedhim si e shikon se ti je ekspert. Këtu është mungesa e një planifikimi të mirë, pasi planifikimi parashikon që në fillimet e veta çfarë popullsie do të vendoset këtu, për sa kohë do rri këtu dhe çfarë shërbimesh i duhen. Mund të themi pa frikë se jugu është golemizuar. Apo është edhe më keq se në Golem të paktën ishin nga këto hotelet e vogla, jo në shumë domethënë kishte edhe të larta patjetër, po nuk ishin në formë resorte që të zinin komplet. Tani i kpusin një postoblok aty dhe ne nuk hym dot fare apo jo. Po, procesi i golemizimit është një fenomen tipik me të cilin mund ta përshkruajmë pavarësisht se ndryshon karakteri i objektit, pra arkitektura mund të ndryshojë. Mund të jenë bërë dhe pak më të bukura. Po, do ngelemi pastaj të diskutojmë arkitekturën, por arkitektura kur mblidhet si shumatore, impakti urban është i njëjtë. Pra nga pikpamja e impaktit që jep në territor, në infrastrukturë dhe në shërbime, është identike si tjetë Golemi, si tjetë jugu i Shqipërisë Palasa apo Dërmiu. Pra Zvërneci është vetëm maja e asaj çfarë realisht aty janë miratuar apo janë duke u diskutuar. Me paketën e maleve. Po jo vetëm, kemi të gjithë gjirin e Vlorës, kemi Karaburunin, kemi Orikumin, kemi një projekt në Orikum në pjesën e brenda në atë që është gjiri në Orikumit, një qytet i cili pluskon mbi ujë, që është një projekt i cili është propozuar edhe ai. E gjithë shekullin në vijim do na marri dhe gjitha burimet ose ato miliarda që na numërojnë sot, në fakt do na kushtojnë 10 fish, në mos 100 fish për të rikuperuar. Pra është një lloj pamaturie, një lloj nxitimi, është mungesë planifikimi, është një mungesë vizioni strategjik zhvillimi i vendit. Këto janë ndërhyrje të posaçme që kënaqin orekse dhe interesa të vogla, afatshkurtra, që nuk plotësojnë dhe nuk provojnë dot interesin publik, interesin kombëtar dhe si të tilla nuk garantojnë dot sukses. Po si parashikon se ti e njeh Ramën, Auron, do t'i shkojë ai deri në fund planit vet
Ka të bëj shumë Apo do protesta me zgjoj? unë. Nuk e di, se di, është në një fazë, unë nuk e di, unë kam kohë që nuk flas më me Ramën që kur për punën e Butrindit dhe nuk e di këtë dëgjon më. Se di, ndoshta hallet e Ukrainës për shembull janë më të rëndësishme se hallet e Shqipërisë, se ai merret më shumë Ukraina apo nuk e di Palestina. Ndoshta janë çështje më të rëndësishme se hallet tona, kupton? Se di, nuk e kam iden. Nuk e di, të shohim. Ka gjetur një kryeministër që është dhe ai po kaq i papërgjegjshëm, do thoja unë. Në qoftë se e shikojmë thellë, që s'ka treguar asnjëherë një ndjeshmëri për trashëgiminë kulturore shqiptare. E shkatroi Tiranën historike për t'ia dhënë njerëzve. Sikur e urren kulturën kombëtare. E kjo fjala urrëtie është fjalë e madhe. A e urren? E neverit A ka aftësi urrëtie ky njeri? Se nga njerë kur urren, duhet ta kesh ndjenjen. Është njeriu që do vetëm vetveten. Njeriu që ekziston vetëm ai, që në raport me të tjerë të gjithë duhet jenë pasqyra i ku ai të shikoj unin e tij glorioz. Prandaj dhe ajo urrëtia që the, se urrëtia është kur ti do diçka, e ka ndjesi, do diçka dhe e urren në emër të asaj që do, urren atë që është kundër asaj, mund të thuash, Ky nuk shikon dot, po themi bar, po them në figurative, nuk shikon dot një lëndin, sepse i duket sikur tek ajo lëndin duhet të ngrër një monument të unit tij glorioz. Atëherë lëndina nuk ekziston. Duhet ngrëm vetveten, ajo duhet jetë pasqyrë e imja dhe arkitekturën sidomos, e ka, siç e tregojnë këto Albanian Files, e ka si instrumentin kryesor. Shumë vjetësh në Butrind pata fatin që shoqërova një arkitekt. Arkitekt shumë interesant, kaluam gjithë ditën bashkë, pastaj shkon në Korfuz, ai takoi disa miq të vet, atje dhe më vonë mësova që këta ishin disa nga arkitektët më të mirë shekullit 20. Dhe ky personi që unë isha me të gjithë ditën ishte Richard Rogers, që është arkitekt shumë i famshëm. Dhe në të gjithë debatin që ata po bënin me njëri tjetrin, ai më ka ngelur më një shprehje, thoshte, mos e lejo arkitektët të udhëhiqin ëndrrat e tua, sepse arkitektët gjithmonë kërkojnë pavdeksin. Të bëjnë madhështore veprën e tyre? Pavdeksin. Në një farë mënyrë, edhe Rama është pjesë e arkitektëve. Kërkojnë të bëjnë pavdeksin. Bën ty një histori me pavdeksi. Në këtë dokumentar shpjeguam se pse The Albanian Files mban fakte të dorës së parë të ambicjes së pafret kryeministrit shqiptar Edi Rama për të kaluar kushtetutën, ligjet, institucionet mbi gjitha qytetarët e vendit të tij. Se ai dhe vetëm ai e di se çfarë është më e mira për ne, dhe ne, duke shtuar shpjegimet e narrativës së tij, nuk e kuptojmë në këtë mision të shenjtë për të lartësuar Shqipërinë përmes arkitekturës.